Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokuroria speciale në Kosovë hedh poshtë kallëzimin penal të Mimoza Kusari Liles kundër gazetarit Vip Kajtazi për publikimin e bisedës telefonike të kryetares së Alternativës me Mila Radojčićin. Në një akt vendim, Prokuroria speciale ka konstatuar se nuk ka gjetur elemente veprës penale në rastin e publikimit të audio-incizimit të publikuar nga paparaci. Kusari Lila në tetor të vitit kaluar parashtroi kallëzim penal pasi pretendonte se portali publikoi një gjoja bisedë të fabrikuar me saj, Slavko Simičić dhe Mila Radojčićit. Prokurori special Bekim Kodraliu e ka konfirmuar vërtetësinë e audio-incizimit. Ai ka vlerësuar se pas dëgjimit me kujdes së bisedës së zhvilluar mes Kusari Liles dhe Radojčićit nuk ka gjetur element për ndjekjen penale të gazetarit. Komunikimi i Kusari Liles me kryeterroristin e Banjskës ishte realizuar me ndërmjetësimin e Slavko Simičić, ish homologu të Kusari Liles, deputeti të listës serbe. Një shtetasi i Serbisë u arrestua dhe u dërgua në mbajtje policore pasi sulmoi zyrtarët policor në pikën kufitare të Jarinjës. Ngjarja ndodhi në 4:55 minuta. Pika kufitare e Jarinjës gjendet në Leposavić, një nga 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Krijohet regjistri kombëtar elektronik për lejet të ndërtimit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama paralajmëroi se në të do të përfshihen të gjithë ata që shkelin ligjin për ndërtimet, nga administratorët, ortakët, pronarët, përfituesit deri tek arkitektët. Shkelësit nuk do të mund të marrin me leje ndërtimi për 5 vite, ndërsa edhe arkitektët që përfshihen në proces paligjshmërie do të hiqen licenca për 5 vite. Një tjetër mas është krijimi i listës zezë dhe ndalimi për të aplikuar për leje ndërtimi i shkelësve të lejeve të ndërtimit, dhe jo thjesht i kompanive, po i personave. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues, që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Ndër të tjera, duke prezantuar masat e reja të marra nga qeveria për forcimin e kontrollit mbi territorin, kryeministri Edi Rama tha se për të gjitha ndërtimet e reja, uji dhe drita do të lidhen vetëm pas marrjes së certifikatës së përdorimit. Rama po ashtu tha se nuk do të lejohet të futen njerëzit në apartament pa u pajisur më parë me hipotekë. Partia Demokratike në Shqipëri nuk do të bojkotojë zgjedhjet vendore. Kryedemokrati Sali Berisha njoftoi vendimarrjen e opozitës, ndërsa vlerësoi se ka disa kandidatë përballë ministres Manastiliu. Këto janë emra shumë të mirë. Janë personalitete me vlera qytetare dhe morale të pakrahasueshme. Partia Demokratike, siç unë kam shpjeguar këtu para jush, gjatë këtyre kohëve është bërë me modelin, jo me emra. Me aleatët tanë, ne kemi diskutuar për modelin që do ndjekim. Do me thamë, do t'jetë ky një kandidaturë politike e Partisë Demokratike apo nuk do jetë? Do t'jetë ky një kandidaturë politike e koalicionit apo nuk do jetë? Do t'jetë ky një kandidaturë e pavarur që do e mbështesin të gjitha partitë e koalicionit apo nuk do jetë? Pra, ujdia më e madhe. Në deklaratët e Berishës, kritika pati dhe për kryeministrin Edi Rama sa i takon deklaratës së këtij të fundit mbi një lapsus të presidentit Donald Trump. Në një akt të verbër, kukulla e George Sorosit mendoi se ky është shërbimi më i madh që mund t'i bëjë këtij të fundit, deklaroi Sali Berisha. Sport. Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Silvinjo publikoi listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e muajit tetor, sfidën kualifikuese të Kupës së Botës kundër Serbisë dhe miqësore ndaj Jordanisë. Nga 25 lojtarët e thirrur, risi është futbollisti i Shkëndijës së Tetovës, Klis Mancake. Qendërmbrojtësi ka qenë më parë pjesë e kombëtares U21 dhe pas paraqitjeve të mira me Shkëndijën, ku arritën dhe kualifikimin historik në Conference League, ka bindur trajneri Silvinjo për ta ftuar në kombëtare. Portier janë thirrur Tomas Trakosha, Mario Dajsinani dhe Simon Simoni, mbrojtës Elsejt Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Ali, Ardian Ismaili, Enea Miaj, Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti dhe Klis Mancake. Mes fushor janë Ylber Ramadani, Julian Sheu, Kristian Aslani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajazit, Nedim Bajrami, Arber Hoxha dhe Yasir Hasani. Sulmues Armando Broja, Myrte Uzuni, Rejmanaj dhe Mirlin Daku. Grumbullimi kombëtares nis të hënën në 6 tetor në Tiranë, ku Kuqezin do të përgatiten fillimisht për sfidën kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Serbisë, e cila do të luhet në 11 tetor në stadiumin në Leskovac në orën 20:45 minuta. Ndeshja miqësore Shqipëri-Jordani do të zhvillohet më 14 tetor në Albania në orën 19. Biletat për këtë ndeshje janë në shitje online në linkun Shqipëri-Jordani, si dhe pikë fizike pranë stadiumit Air Albania. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.